ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Me të vërtet lavdërim dhe falenderimet I takojnë vetëm Allahut, atë falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtjen e Allahut prej gabimeve tona dhe prej punëve të këqija tona. Atë që Allahu e udhëzon nuk ka kush që humb, dhe atë që humb nuk ka kush që udhëzon. Dëshmoj se nuk ka zot tjetër që meriton të adhurohet pos Allahut dhe se Muhamedi alayhi salam është rob dhe I dërguar I Tij. Vazhdojmë me vargun e ligjëratave historit e pejgamberëve në Kur'an. Jemi tek historia e Jusufit alayhi salam. Jemi tek pjesa e tretë apo ligjërata e tretë dhe e fundit për pejgamberin e bukur Jusufin alayhi salam. Jemi në pjesën e fundit dhe në historinë dhe ngjarjen e pjesës së fundit që I ka ndodhur Jusufit alayhi salam. Kur shkuan 10 djemt e Jakubit alayhi salam tek Jusufi alayhi salam që më mor gru, më mor drithëra. I kushtozoi Jusufi alayhi salam, ministri I asoj kohe, I kushtozoi vëllezërit e tina. Akoma duke mos e ditë vëllezërit se kjo është Jusufi alayhi salam, I kushtozoi që kur të vini herën tjetër, patjetër se ardh me Benjaminin, se si u pranoi më. Edhe kështu po kthehen tek baboi tek Jakubi alayhi salam. Ç'është po mendojnë se qysh me bind babajin. Njëherë ja morën Jusufin alayhi salam dhe e gjujtën pos. Tash qysh me bind me marr prap Benjaminin, me marr vëllaun tjetër, qysh me bind babajin. Nisën me mendu se çka me bë. Se si me bind Jakubin alayhi salam që me marr Benjaminin. Dhe më në fund, pas tentativave të shumta, e bindën babajin që me marr. So duke patjetër ishte varfëri e madhe, ishte thatësi e madhe, ndërsa në depot e Jusufit alayhi salam që ishte ministër, kishte bollok, kishin mbledh shumë. Në ato 7 vitet e bereqetshme kishin mbledh të korra të shumta, që përveç se kishin për atë vend, vishin edhe njerëzit prej vendeve tjera me marr tek Jusufi alayhi salam. Vëllezërit e Jusufit shkuan për herë të dytë për të marrë drith. Mirë po kësaj here e kishin marrë edhe vëllaun e tyre të vogël Benjaminin. Ata vepruan ashtu siç I porositi babai I tyre Jakubi alayhis salam. Jakubi alayhis salam I tha që kur tini në pallat, hyni në përdyrë të ndryshme, mos hyni me një derë. Pasi u votën në pallat tek Jusufi alayhis salam dhe u takuan me të I than Jusufit alayhis salam ministrit, ja, kjo është vëllau I vogël, të cilën ti na e kërkove neve që me marr. Jusufi alayhis salam kur ja erdhën vëllezërit e tina, 10 vëllezërit plus Benjamini, ju shtroi darkë vëllezërve. Vëllezërit e tina gjakit çka I kishte Jusufi alayhis salam. Pasi që hangrën drejk, pastaj ato kishin bërë rrugë gjatë. Pastaj ja komandoi na për dhoma të ndryshme. Në për çdo dhomë I ka shtik ka 2 me flajt. Edhe Benjamini ishte I vetëm. Këtë hinën 2 ka 2, Benjamini ishte I 11. E bani kështu me të kajsit Jusufi alayhis salam. E qëllim e bani që me flajt dhe që me hinë dhomë bashkë me vëllaun e tina të vogël Benjaminin. Dhe bani me qëllim Jusufi alayhis salam. Jusufi alayhis salam pasi u fut me të në dhomë edhe vërejti pikëllimin e Benjaminit, se Benjamini ishte I pikullum, se kishte humbur vëllaun e tina. Kan Jusufin alayhis salam, që akoma nuk e dinte se është vëllau I tina. Dhe I tha, a ke dëshirë që unë të jem vëllaujt në vend të atij që të ka humbur?
Benjamini pja kthen, e ku i gjen thot vllai ti? Mirë po ti nuk je i lindën nga Jakubi dhe nga Rahila. Ti je shumë i mirë, ti je ministër me pozitë ama thot ti nuk jepi Jakubit edhe pi Rahilës. Si jepi babës edhe pi nanës teme. Atëherë Jusufi a.s. nuk mujti me mbajt veten, edhe filloi me çajt. U ngrit edhe e përqafoi shumë vllaun e tina të vogël, ku Allahu e ka përmendur në Kur'an në surën Yusuf. E kur hyn te Jusufi, ai afroi pranë vetes vllaun e vet Benjaminin dhe i tha: "Unë jam vllau yt, e ti mos u pikollo për ata që vepruan ata. Mos u pikollo për ata që vepruan vëllezërit e tu, vëllezërit e mi. Mos u pikollo çka banën vëllezërit me mua. Ata mbatën zili mua, ata patën zili të madh ndaj Jusufit alayhis salam, prandaj deshtën me vra. Edhe në fund nuk e vrajtën, se njëri prej vëllezërve i këshilloi që mos ma bëkot më ka të madh me vra, po tha gjunën pus. Kur të kaloje ndonjë karavan tregtar, kanë me kalu, kanë me mush ujë dhe kanë me pa Jusufit që është në bunor dhe kanë me marrën. Pasi u çmallën, Jusufi alayhis salam i tha Benjaminit se ka për të bërë një hile. Ka për të bërë një mashtrim Jusufi alayhis salam, që Benjamini me qëndru në Egjipt, që mos me shku tek Jakubi alayhis salam, tek babai. Derisa ta vi koha, të vinë edhe prindërit, vjen edhe Jakubi alayhis salam në pallatin e ministrit, në pallatin e Jusufit alayhis salam. Edhe për thot ti nuk ke pse të brengosesh fare. Ti mos e ke gale thot për kur gjë. Unë kam e pru punën që ti më nejt këto. Pasi që i mbushi thasët apo enët e tyre me grur, i furnizoi me ushqimin e nevojshëm Jusufi alayhis salam. Punëtorët e Jusufit alayhis salam, shërbëtorët, i moshën thasët. Se shkon ato, shkon me normal. Shkon me marr drithra, me marr grur. Edhe pian ngarkojnë shërbëtorët e Jusufit alayhis salam, vëllezërve të tina, dhe djemve edhe Benjaminit, pian ngarkojnë mallin. Pronarët e ngarkojnë mallin, mirë po, Jusufi alayhis salam i thot njërit prej shërbëtorëve të tina, kur t'ja ngarkojsh mallin Benjaminit, thot futa aty një gotën që pin ujë Jusufi alayhis salam. Thot shtenani tinza, pa mos me pa kurkosh. Kur ata u ngarkon ketë, ky shërbëtori e shtini gotën tek thast e Benjaminit. Edhe ato po nisën për Palestinë, sa dalin prej pallatit, një thirrës ka thirr, o karavan thot, o ju vjedhës, ndalën vëllezërit, çka u bë, kush ka vjedh? Ato ketë ishin sigurt, se asnjëri nuk ishin prej atyre që vjedhin. Thot ktheuni, sepse ju keni hajdut. Na keni vjedhur diçka? Të gjithë vëllezërit e Jusufit alayhis salam, këto 10 vëllezërit, përveç Benjaminit, këtu çuditën. Mirë po Benjamini e di që ka puna. Gjishton Jusufi alayhis salam, ti mos e ke gale. Unë kam e bë punën që ti më najt këto. Edhe tash po çuditën vëllezërit, këto 10 vëllezërit e Jusufit, pas këtij nderi të madh, pas këtij respekti të madh, Jusufi alayhis salam ushtoi drejt, i akomodoi me flajt, me pushun pallatin e tina, pas këtij nderi dhe respekti të madh, me të akuzu se ti je vjedhës. U çuditën vëllezërit, çka është duke ndodhur? Kush ka vjedh? Na nuk vjedh asnjëherë. Shërbëtorët apo punëtorët e Jusufit alayhis salam thonë, ne thotë kemi humbur tasin e mbretit, tasin e ministrit, me të cilin ai pin ujë. Kështu që ai që e zbulon vet atë tas apo atë gotë, pa e kontrollu fare, do t'i japin thotë shpërblim një bar deve me drith. Kena më ngarku një deve me drith thotë. E thotë unë jam garantues për këta. Por vëllezërit e Jusufit alayhis salam ishin të bindur, se asnjëri s'kish prek, asnjëri s'kish vjedh, madje se kishin gjendin që ashtu me bë. Ata shkuan me marr mall, edhe e morën mallin çka unë vritej, çka kishin nevojë. Allahu ka thënë në Kur'an, ata than pasha Allahun, ju e dini se ne nuk kemi ardhur për të bërë shkatrimin e tokë dhe ne nuk jemi vjedhës. Kështu thojnë vëllezërit shërbëtorëve të Jusufit alayhis salam. Shërbëtorët e Jusufit, apo ndoshta edhe vetë Jusufi alayhis salam, u tha vëllezërve të tina djemve të Jakubit. Ata thanë, e cili do të jetë dënimi nëse ju gënjeni? Çfarë dënimi ju keni me marrë nëse gënjeni?
than, dënimi i tij është vetë ai të robërohet në barrën e të cilit gjendet. Kështu ne i dënojmë keq bërësit. Çfarë dënimi keni me pas? Do të kujt na t'jazesh? Banë robëroje. Se këto ishin sigurt që asnjëri nuk ka vjedh. Ata filluan me kontrollu një nga një. Mirë po, Jusufi alayhis salam i urdhëroi shërbëtorët që mi kontrollu këto 10 vëllezërit e mbrojt Jusufit alayhis salam e Benjaminin me lënë fundit, që mos me dyshu vëllezërit. Edhe pasi që i kontrolluan 10 vëllezërit, janë rradha të 19 Benjaminit. Kur e kontrolluan Benjaminin, pia gjejnë gotën e Jusufit alayhis salam. Allahu i madhruar e mësoi Jusufin alayhis salam se si ta përgatiste këtë hile për ta mbajtur në Egjipt vllajën Benjaminin. Por kjo kishte edhe urtësinë e nevojshme. Gota u gjet në thas që kishte të ngarkuar Benjaminin. Në thas të Benjaminit u gjet gota, nga se ajo kishte mohuar në mënyrë të prerë vjedhjen, dhe ato ketë kishin rrahur dakord se kujna të zihet me zana të rrap. Allahu ka thënë në Kur'an: "Qalu in yasriq faqad saraqa akhun lahu min qabl." Than, nëse ka vjedh kë, ka pas vjedh edhe vëllau i tina më parë. Çfarë ka thonë? Edhe vëllavi i tina, i thonë Jusufit se edhe vëllavi i këtij Benjaminit, pra duke mos e ditë akoma që është Jusufi, i thonë edhe vëllavi i tina ka vdekur, edhe Jusufi alayhis salam. Çfarë? Përveç se nuk kanë turp për vëllaun e tyre të bukur Benjaminin, akoma s'kan turp pas për Jusufin alayhis salam. Thotë, kjo është një sigur vëllavi i tina, që kena pas më herët një vëllau. Thotë Jusufin alayhis salam. Që Benjamini nuk ka vjedhur gotën, nuk po na çudit shumë, nga se edhe vëllai i tina, i cili thotë tashmë është duk, nuk e kena më. Edhe e kon hajdut si kë. Duan thonë me këtë se ne të tjerët nuk jemi të tillë, ky mund të mukanën. Ky dhe vllau i këtina, se kemi thënë se Benjamini dhe Jusufi, këto këtë kanë qenë vëllezër, mirë po kanë qenë të një barku. Jusufi alayhis salam edhe Benjamini kanë qenë të një barku, ndërsa 10 vëllezër i tjerë nuk i kanë pas për një nanë. Nanat i kanë pas të ndryshme. Ndërsa 10 babë kanë pas të gjithë Jakubin alayhis salam. Pasi u vërtetua se, domethënë, Jusufi alayhis salam në thojza e pas ka vjedh gotën, tashmë ai duhej të qëndronte në Egjipt. Tashmë ai u robrua, e vëllezërit e tina filluan ta lusin Jusufin alayhis salam, që mundësisht mos ta ndalte. Se babai jon ka nevojë për Benjaminin, ata e kanë më të voglin. I kalon mërzijat me Benjaminin. Ai hiç thot mërzijat me ta. Andaj të lutem, merr dika tjetër për rob. Merr dikan prej neve, mos e merr Benjaminin. Sa ai është më i vogël prej neve. Duke mos e marrë parasysh këtë kërkesë, për me ndryshu vendimin që e morën të gjithë bashkë. Jusufi alayhis salam tha, "Eudhu billah", tha, "Zoti mos e dhant që dikush tjetër me marrë dënimin. Çaj që e ka bo gabimin, çaj duhet me marrë dënimin." Mirë po Jusufi alayhis salam nuk tha, "Ai që ka vjedh", po tha, "Tek i cili e kemi gjetë." Se të kishte thënë Jusufi alayhis salam, "Atë që ka vjedh, kish me bo shpifje për Benjamin për vllaun e tina", po tha, "Ja, tha do të robërohet tek ai i cili e kemi gjetë gotën." Kjo ishte urtësia e Jusufit alayhis salam. Do të kështu që nëse marrmi dikant tjetër, na kena me bë padrejti, kena me bë zullum. Pasi që vëllezërit e Jusufit e humbën shpresën se e shohin që nuk kanë më shpresë se mund me bind Jusufin alayhis salam që me liru Benjaminin ose me kompenzu me dikant tjetër, ata ishin në një gjendje shumë të palakmueshme. Tash e kishin galet madhe. Jusufin ja humbën Jakubit alayhis salam, njërin prej vëllezërve e humbën. Tash me shku mi ka dhu babës Jakubit alayhis salam, se e kemi humb edhe djalin tjetër, mos kishin ftyrë. Saqë njëri prej vëllezërve mbeti aty. Dhe nuk kishte ftyrë më me shku tek babai. Dhe tash Jakubi alayhis salam i hupi 3 djem. Edhe pse i kishte gjallë, Jusufin alayhis salam, Benjaminin, edhe prej 10 vëllezërve, ata i cili ka qenë më i ditur dhe më i mençur. Ka qenë më i urtë.
E humbi edhe vëllaun e tretë Jakubi alayhis salam. U kthyn vetëm në 9 vëllezërit tek Jakubi alayhis salam. Ata e dinin që babai mos kam ju besu, nga se ishin të akuzuar më parë. Kur dikush ban ndonjë të lik, mo kur kush i beson atina? Kur dikush të rran ty, ti mos i beson atina që të rraj. Nëse dikush të mashtron, ti mos i beson. Që din që ai që rran një herë, ai rran edhe 100 herë, ai që të mashtron një herë, ai mund të edhe 100 herë të mashtrua. Kështu që Jakubi alayhis salam nuk i besonte modjemve tina. E kishte të vështirë me kthy besimin. Dhe i thonë, ti baba, nëse nuk na beson, atëherë mund të pyes kënd të duash nga banorët e qytetit ku kemi qenë, kishte fjalën për Egjiptin. Thotë, shko pyet këtë duash, edhe kanë me tregu se si ka ndodhur ngjarja. Jakubi alayhis salam s'pi beson djemve. Thotë, jo, nuk është ashtu siç thoni ju, por ju keni kurdisur diçka. Ashtu siç patët të kurdisur edhe për Jusufin alayhis salam. Nëse ju ka mashtruar, ju keni bën ndonjë hile, keni bërë ndonjë dredhi ose ndonjë dallavere, thot. Por ndryshe ku e ditë ai njeri nga Egjipti se hajduti robërohet për vjedhjen e bërë. E mua nuk më mbeti tjetër vetëm se me bë sabër dhe me bë dorë. Çka mi bën? I ka djem. Mi mbyt. Nuk ban edhe nuk është e lejuar. Ti thot djem, unë kam me bë sabër. S'm ka mbet tjetër vetë se me bë sabër. Po subhanallah, ka edhe djem të këqij edhe në këtë zaman, në këtë kohë, që baba mo lëshon dorë prej evladit. Thot s'kam shka me të bëj mo. Ka dhe kësi djem, ka dhe kësi vajza, edhe në këtë botë, edhe në këtë kohë, që baba ose nana lëshon më dur prej djalit apo prej vajzës. Allah na rujt. Deri tani thot bëra sabër, po thot Jakubi alayhis salam, deri tani thot unë bëna sabër për Jusufin, tash do të më bëj sabër edhe për Benjaminin. Ai nuk e humbte shpresën nga Allahu. Nuk e humbte shpresën nga Allahu i madhruar se ai do t'i kthente një ditë. Jo vetë Benjaminin, por që të 3 bitet tina. Mirë po tash, qëra, nuk ka prit më për këtë djalin e tretë, për këtë madhin. Pyete Jakubi alayhis salam vetëm për Benjaminin, pyete vetëm për Jusufin alayhis salam. Po vetëmohet Jakubi alayhis salam dhe çan dhe mërzitet. Që çan dhe mërzitet prini për fëmijën e vet. Jakubi alayhis salam ishte njeri i butë, i ndjeshëm dhe i rridhnin lotët shpejt. Kështu që sapo dëgjoi nga bijtë e tij atë lajm të hidhur dhe atë lajm të keq, u ktheu shpinën. U largua prej tyre me lotët që i rridhnin dhe tha, "A thot i miri jone. A thot i miri jone." Duke lotu Jakubi alayhis salam. Më pas Kurani na tregon se trupi Jakubit alayhis salam kishte posu deformime të shumta. Nga mërzia e madhe për Jusufin alayhis salam, nga mërzia e madhe për Benjaminin, për djemtë e tina, dhe syt ishin zbardhur nga dal. Edhe kish nis kapak me hub shikimin Jakubi alayhis salam. Jakubi alayhis salam tha, "Çka ka thënë në Kur'an? Unë dhemjen time dhe pikëllimin tim ja paraqes Allahut. Unë e di nga Allahu atë çka ju nuk e dini. Unë dhemjen time, nga ajo e mia, e dertet e mia, apo thot Jakubi alayhis salam ja paraqes vetëm Allahut. Është nëse më për neve, nga ajo çka kena ja paraqes Zotit, dertet çka i kena, nevoja çka i kena ja paraqes Zotit, me lut Allahun, se Allahu është ai i cili na jep neve. Njerëzit, krijesat janë vetëm shkaktar, janë vetëm sebeb, ndërsa dhuruesi është Allahu subhanahu wa taala. Thuhet se Jakubi alayhis salam e pa në ëndër me melekun e vdekjes, i cili u merr shpirtat njerëzve dhe pyeti, "A ja ke marrë shpirtin Jusufit?" Ai u përgjigj, "Jo, o i dashur i Allahut," dhe bëri me dorë nga Egjipti, thot andej e ki djalin. Këta ëndër e pa Jakubi alayhis salam. Jakubi alayhis salam shpresonte me të madhe se ka me taku Jusufin alayhis salam, se ka me pa Jusufin alayhis salam, por edhe bi tjerë, duke u basuar nga shenjat që i ka pa ai. Allahu ka thënë në Kur'an, "O bijtë me, thot, shkoni dhe hulumtoni për Jusufin dhe vëllaun e tina, e mos e humbni shpresën nga mëshira e Allahut, sepse shpresën e mëshirën e Allahut nuk e humb askush përveç jo besimtarëve." Pra muslimani, besimtari shpresën nuk e humb asnjëherë. Sidomos shpresën mëshirën e Allahut, se Allahu është fali dashmërshirues i madh. Asnjëherë nuk ban me humb shpresën mëshirën e Allahut. Kur të bësh dua,
Ban dua derisa ta pranon Allahu subhanahu wa taala. Nëse nuk ta ka pranuar, nëse nuk ta ka pranuar, dije se ajo nuk është hajër. Edhe ka në shër për ty. Thot o bitë mi, shkoni në Egjipt sërish për me marrë drith. Dhe kërkoni Jusufin dhe vëllain e tij Benjaminin, se mos pishehni e mos po dëgjoni për ta diçka. Qoftë edhe ndonjë lajm të thjeshtë, qoftë edhe ndonjë lajm shumë të vogël. E përmendi Jusufin dhe Benjaminin, por nuk e përmend vëllain e tij, djalin e tij të madh, i cili gjithashtu kishte mbetë në Egjipt. Për herë të tretë vëllezërit po shkojnë në Egjipt tek Jusufi alayhi salam. Mirë, po këtë herë vëllezërit çështja primare e kishin kërkimin e Jusufit edhe Benjaminit. Sa po mbretën tek Jusufi alayhi salam dhe u takuan me të, filluan mu anku për gjendjen e rëndë që e kishin. Se dy herë që kanë shku me marr mall, me marr drithëra, këto kanë marrë ndaj mall me veti, edhe kur kanë shkuar atje i kanë ndru mallin atë. Mirë, po kur po shkojnë tash për herën e tretë, kishin shumë pak mall për me ndru, për me marr drithëra. Edhe po nisin mi anku Jusufit alayhis salam se gjendjen e kina shumë tran, fukarallëk kjo shumë i madh. I në gjendje thatësie, nuk ka grur, nuk ka drithëra, pjankorë me një ankim të madh Jusufit alayhis salam, akoma duke mos e ditë se kjo është Jusufi dhe vllau i tyre. Mirë, thot, ne po të lutemi që me mirasin dhe bujarin tane, edhe pse ne nuk kina shumë mall për me ndru, nuk kina ndonjë mall të vlefshëm që mi ndru me drithrat, thot, na jep, na ndihmon neve. Na ndihmon neve, se kina nevojë me na ndihmua. Këtë ankesë ja paraqiten fillimisht për mja zbut zemrën ministrit Jusufit alayhis salam, që nëse ai vërtet cilët but ndaj tyre, edhe ndihen keqardhje për ta, ti tregojnë pastaj edhe arsyen pse kanë ardhur. Nëse i zbutot zemra Jusufit alayhis salam, tani më nis me pyet Jusufin alayhis salam ministrin se çka puna për Benjaminin, edhe më rip edhe Jusufin alayhis salam, vëllaun e tyre. Kur zobijat e tjerë e cekin se Abdullah ibn Abbasi radiallahu anhu ka thënë se Jakubi alayhis salam u kishte dhënë një letër me vete bijve të tina kur ishte nis për në Egjipt, për t'ja dorëzuar ministrit të Egjiptit Jusufit alayhis salam. Nga se Jakubi e kishte kuptuar nga përshkrimet që ja kishin bërë vëllezërit e tina, se ky ministër që është në Egjipt është i mençur, është i urtë, është i drejtë, dhe ja vlen që m'ja çoni letër, ja vlen m'ja çoni kërkesë. Se dihet, nëse dikush është njeri mirë, ki shpresa që të sos punë, që ka me plotsu kërkesën tona, nëse e din që është zullumtar dikush, nëse din që filani është i pa drejt, kur kush shkon? Mi thonë, se e di që ka me përzan me një herë. Mirë po, për Jusufin alayhis salam, Jakubi alayhis salam, niti fjalë mira se ky ministër është i drejtë, është i urtë, është i mençur, është i dijshëm, prandaj ja çoi një letër. Kur Jusufi alayhis salam e lexoi letrën, ju mboshën syt me lot. Filloi që më dridh goja, filloi me çao me zan. Filloi me rjedh lot. E kaploi malli dhe e pa të pamundur që më ndru dhe më pasavor. Ai tha, a e dini tha çka keni bër me Jusufin dhe vëllaun e tina kur ishit ignorant? Vëllezërit minja e kuptuan se kjo është vëllau i tyre Jusufi alayhis salam. Ky thot, a e dini çka keni bërë ju me vëllaun e juve Jusufin kur ishit ignorant? Fjalët e Jusufit alayhis salam ju hutuan vëllezërit. I lanë të mahnitur, të çuditur, të hutuar, siç thanë. Ata thanë, vallë ti e vërtet Jusufi? Ai tha, po unë jam Jusufi, e ky është vëllau im. Unë jam ai që ju rad dakord që të gjithë që më hedhën pos. U përpo që të më vresnit, por Allahu nuk më ka vra mua, Allahu më ka shpëtu mua. Ndërsa thot, ky është vëllau im, të cili gjithashtu i pa thot bë pa drejtësi. Ky është vëllau im, Benjamini, që ju i keni bë pa drejtësi të madhe. Patën xhelozi të madhe ndaj Jusufit edhe ndaj Benjaminit, këto thot vëllezërit. Patën xhelozi të madhe, nuk ja dëshin të mirën. I bajshin zullom dhe pa drejtësi. Vëllezërit e Jusufit alayhis salam tashmë do të kemë pranuar të vërtetën. Nuk ishin më kam janë bajt. Ajo që e tha Jusufi alayhis salam ishte e vërtetë. Andaj edhe ata e panë se kishte ardhur koha me pranu gabimin që e kishin bërë, mëkatin që e kishin bërë, për të kërkuar falje për atina. Ata thanë, pasha Allahun, është e vërtetë se Allahu të ka lartësuar mbi ne, kurse ne i vërtet ishin fajtor. Shërë njeri që banë sabër, Allahu të shë ngrit, Allahu të shë lartëson. Kemi cekë se durimtari, sabëria sa refitën.
Në fillim në shtahek pak, ama në fund të lartësohet, në fund ngritet, edhe në fund e shpërblen Allahu subhanahu wa taala. E shpërblen edhe në dunja, e shpërblen edhe në ahiret me xhenet, me kënaqësitë e xhenetit. Ai tha, sot nuk ka qortim kundër jush. Allahu ju fal juve. Ai është mëshirues i mëshiruesve. Sot nuk jam t'ju qortu më juve. Thot Allahu është falës i falësve, është mëshirues i mëshiruesve. Thot Allahu ju fal juve. Jusufi alayhis salam nuk ka përmendur vëllezërit e tij të kaluarën, hesham keni bë mua për mi dënu ata. Jo. Po për t'u rikujtu dhe u tha se ju atëherë ishit ignorant. Mirë, po tash jeni penduar dhe Allahu ju fal. Pasi që vëllezërit më tash u njoftuan e ditën që kjo është Jusufi alayhis salam, u takuan me njëri tjetrin, u përqafuan dhe u çmallën, çish përqafohen dhe çish mallën vëllezërit kur nuk takohen kohë gjatë. Ata filluan me pyet njëri tjetrin se çish kanë kaluar ato vitet e gjata. Jusufi alayhis salam nisi mu interesu dhe me dhejt për babain e tij Jakubin alayhis salam që nuk e kishte pa me vitet e tëra. Pasi kuptoi se ishte verbuar, pasi Jusufi alayhis salam e kuptoi se babai i tij Jakubi ishte verbu, ishte dobësu shikimi, nuk ishte duke pa mirë, nga mërzia e madhe për humbjen e tina, e hoqi këmishën nga trupi dhe u dha vëllezërve të tina. Çka ka thënë Allahu në Kur'an? Ju shkoni me këtë këmishë time dhe hedhjani atë babait tim në fytyrë. E atij do t'i kthejë të shikuarit e pastaj ejeni të kon me tër familjen. Ja dha këmishën e vet. Jusufi alayhis salam po merrni këtë këmishë, edhe çojeni tek babai edhe vendoseni në fytyrë. E kur t'ja vendosin në fytyrë, kam ju kthi shikimi Jakubit alayhis salam, po jo vetëm shikimi, kam ju kthi edhe fuqia, se Jakubi alayhis salam ishte më shtyme, ishte plak. Kur ja çoi këmishën, i ardh shikimi, Jakubit alayhis salam i ardh fuqia, u forcua fizikisht. Jusufi alayhis salam pastaj i kërkoi që mu kthi të gjithë prap, edhe me marrë edhe babain, edhe mu kthi të gjithë bashkë në Egjipt. Mirë po, me të lënë qytetin në të cilin ishin, ose me të lënë Egjiptin, ende pa arritin Palestinë vëllezërit, e ndjeu Jakubi alayhis salam, akoma pa e marrë këmishën, e ndjeu aromën e Jusufit alayhis salam. Qash të madh që kishte për djalin e tina. Sigur se çdo bab ka mall për djalin apo për vajzën apo për fëmijët e vet. Nuk kaloi shumë kohë, nuk kaluan edhe shumë ditë, dhe erdhi lajmi i vërtet, lajmi më i gëzuar për Jakubin alayhis salam. U gëzu shumë kur e mor vesh për Jusufin alayhis salam. U gëzu me një gëzim të madh. Se është gjallë Jusufi alayhis salam dhe është mirë, edhe po nis. Pi pyet djemt. Kur i ka dhënë se Jusufi alayhis salam është gjallë, çfarë gjallë kishte Jakubi alayhis salam? Nuk e vetja a ka bo shtëpi, a u martu, a ka pas fëmijë. A çfarë feje ka Jusufi? Si i vogël për shtëpia. Dvogël e hodhën pos. Tha çfarë feje kishte Jusufi? Njëri për djemve tha fejnë islam o baba. Tha ishte musliman. I përkiste fejnë islame. E Jakubi alayhis salam tha, tani qenë kanë plotësuar dhënë ti. Ç'është më u kry? Me çfarë më jafton? Shko do të më kanë gojla më e madhe e një babës, e një nanës për fëmijët e vet. Ai e kalon islamin, ai kalon dinin, imanin. Ai kalon namazli. Jo me pas gojle, ai kalon shtëpi, ai ka martu, ai kalon tokë, ai kalon pasuni. Gajlja më e madhe e prindve për fëmijët e vet do të më kohë dini feja Allahut subhanahu wa taala, se kjo gjaja më e shtrenjtë. Kitë senet e dunjas mi pas. Ai nuk e patë fejnë e Zotit, dinin e Zotit, këtë janë zero. Këtë nuk kanë kur një farvere ti nëse s'ki fej, nëse s'ki din edhe s'ki iman. Se pasunia shkon edhe vjen, parat shkojnë edhe vinë, ndërsa imani met. Imani met. Edhe në vdekje, edhe pas vdekje, se mbet edhe në botën tjetër, dhe ç'përblen Allahu subhanahu wa taala. Ndërsa nëse je prej mëkatarëve, atëherë pret dënimi i Allahut, se si për neve për çdo mëkat që e bëmi, na do të mu pendu te Allahu subhanahu wa taala, se Allahu është falës dhe është mëshirues i madh. Mu pendu tek Allahu subhanahu wa taala sinqerisht, me ditë se Allahu është falës, Allahu të mëshiron, jo mi humb shpresat tek mëshira e Allahut. Jusufi alayhis salam kishte kërkuar nga vëllezërit e tij që me tër familja
me ardhur në Egjipt. Allah i madhruar tregon se ata u nisën për në Egjipt nga shtëpia e Jakubit alayhis salam. U nisën për tek pallati i Jusufit alayhis salam, prej një shtëpie të thjesht shkuan në pallat, tek pallati i ministrit, tek pallati i djalit e tina, tek pallati i vëllezërve, i vëllaut të tyre, Jusufit alayhis salam. Jusufi alayhis salam pasi dëgjoi se familja e tij është duke ardhur, është duke ju afruar Egjiptit, kërkoi leje nga mbreti dhe doli për t'i pritur jashtë qytetit. Kur kërkoi leje prej mbretit, se Jusufi alayhis salam ishte ministër, doli edhe mbreti, dolën edhe 4000 ushtar me prit Jakubin alayhis salam dhe me prit familjen e Jusufit alayhis salam. Subhanallah, pas 40 vite ndarje, 40 vite se janë pa baba dhe birë, po takohen pas 40 vjetëve. Çfarë sprovë të madhe për Jakubin alayhis salam. Sprovë e madhe, 40 vjetë se ka po të birin. Kishte dërim dhe kishte sabër të madh Jakubi alayhis salam. Kjo do të më kanë edhe mëse për neve, për çdo sprovë që Allahu na çon, që di që është për të mirën tonë, na do të më bëj sabër, se nëse bëjna sabër, kena më kon fitimtar çdo herë. Pasi hynë në pallat, si duket Jusufit alayhis salam ju afrua froni i tij i madh dhe ul në të. Kurse e tër paria e pranishme i ranë në sejdë Jusufit alayhis salam, na kemi cek se deri në kohën e Isës alayhis salam ka qenë e lejuar që njeriu mi ran sejdë njeriu për respekt, jo për adhurim. Ndërsa prej kohës së Muhamedit alayhis salam ndalohet njeriu mi ran sejdë njeriu për respekt. Se më për adhurim dihet se nuk ka qenë e lejuar asnjëherë. Mirë po, për respekt ka qenë e lejuar, mirë po prej kohën e Muhamedit alayhis salam, pse Allahu e ka pu si pejgamber Muhamedit alayhis salam, kjo më është ndaluar. Miran sejdë njeriu për respekt. Një sejdë e tillë ka qenë e ndaluar, ka qenë e lejuar, po ka qenë e lejuar, ndërsa në kohën e Muhamedit alayhis salam, në Muhamedit alayhis salam u ndalua. Jakubi alayhis salam pjesën tjetër të jetës së tina e ka lajë së bashku me Jusufin alayhis salam dhe me bijtë e tina. Thuhet se jetoi edhe 17 vite me Jusufin alayhis salam, të gjithë së bashku. Me një transmetim tjetër thuhet se kanë jetuar edhe 24 vite tjera së bashku. Jusufi alayhis salam pasi Allahu ja plotësoi dhuntin e tina, ju bashkua tër familja. Duke e ditur se çdo gjë do të shkatërrohet, çdo bashkim dihet se ka ndarje, e lavdroi Allahun e madhruar. Pastaj e luti Allahun subhanahu wa taala. E këtë lutje Allahu na ka përmendur në Kur'an. O Zoti im, thot ti më ke dhënë mua pushtet. Ma mosove mua komentimin e ëndrave. O krijuesi i qiellit dhe tokës, ti je kujdesari im në dunjë dhe në ahiret. Më bëj të vdes si musliman dhe më bashko me të mirët. Kjo është prej lutjeve të fundit që i ka bërë Jusufi alayhis salam. Dhe thuhet se Jusufi alayhis salam ka vdekë në moshën 120 vjeçare. Thuhet se ka jetu 120 vjet Jusufi alayhis salam. Dhe kjo është përfundimi i kësaj ngjarje të bukur dhe mahnitëse që Allahu e ka përmendur në një sure të tërë në Kur'an, në surën Yusuf, në surën e Jusufit alayhis salam. Allahu sallallahu alaihi madhruar që më na bë për atyre që i marrim shembull pejgamber të Allahut, njerëzit e zgjedhur të Allahut. Allahu sallallahu alaihi madhruar më na fal me falën e tij të madhe, më na mëshiru me mëshirën e tij të madhe. Allahu sallallahu alaihi madhruar më na bë prej banorëve të xhenetit Firdaus, më na mbrojt prej zjarmit të xhenemit, më na mbrojt prej çdo fjale, prej çdo vepre që na çon në zjarrin e xhenemit. Allahu sallallahu alaihi madhruar më na dhon sinqeritet në fjalë dhe në vepra. Allahu sallallahu alaihi madhruar më na mbrojt prej sherrit të njerëzve, gjinëve dhe shejtanëve. Allahu sallallahu alaihi madhruar më na mbrojt prej shirkut, kufrit, nifakut dhe çdo cilësie të keqe. Zoti ju shpërblet për dëgjimin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.